Kombinimi i mirë është me arat, pastaj vin bajamet, vin lajthit. Pastaj kjo është kombinimi i mirë, sidomos edhe për diabetikët, sepse thithja e sheqerit duke marrë këto llojet e fibrave, është shumë më i avashtë dhe mund të ham sasi më të larta rushin. Nëse diabetik mund të hajë 10, 12, 14 kokra rush, pra një fiçan, po themi, mund të hajë pak më tepër nëse konsumon me bajame ose me lajthi ose me ara. Një kombinim tjetër që është shumë i mirë është me nivelin e kosit. Kombinimi i rushit me kosin edhe me farat, pra me farat shija atje është kombinim shumë i mirë. Një element tjetër shumë i mirë është me djathin. Kombinimi i djathtrave apo me gjizmën, duke bërë një kombinim protein kalcium i ndyr, bën një balancim edhe nivelit të sheqerit, por patjetër edhe të marrjes ose të sinergjive për bërë një përthithje më të mirë të lëndëve ushqyese, por pastaj një nga elementet tjera është edhe sallatat. Kur të marrim sallatë spinaçi, jeshile, rukola, është e mira që të hedhim pak sheg, pak rush sipër, agrume, pra pak portokall, për përthithje më të mirë, sidomos kombinimi i pak mollës, shegës, rushit dhe agrumeve në një sallatë, do ishte vërtet shumë perfekte, duke u kombinuar me acidet yndyrore të vajit ullirit, me farat edhe me pastaj me jeshilet që ne mund të marrim.